نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Ata falënderojmë, për ti falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi të dërguarin e Zotit, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, kjo është xumaja e parë e muajit Shawwal, muajit të parë pas Ramazanit, ku e lutim Zotin e Madh te bareke ve teala, që Zoti jon Gjelle Gjelaluhu ti këtë bërë qabul adhurimet tona, agjërimet tona, lutjet e tona, sejdë dhe rukut. E lutim Zotin e Madh Gjelle Gjelaluhu që Allah të na mundson që të vazhdojmë me adhurime, që të vazhdojmë me vepra të mira, të cilat na afrojnë te Zoti jon te bareke ve teala. Të nderuar xhamat, do të vazhdojmë ne me vargun të cilën e kemi nisë para Ramazanit, të cilën e kemi ndërprer për shkak të Ramazanit. Ana do të vazhdojmë atje me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të mësojmë nga suneti i tij, nga tradita e tij, nga ligjet e tij, nga jeta e tij për të rregulluar jetën tonë, nga mësimet e tij për të bërë të më të mira mësimet të cilat ne jetojmë me to. Andaj nuk mësohet një hadith i pejgamberit alayhi salatu wassalam vetë se obligohet robi që të punon me ta, që të vazhdon jetën duke ndërtuar mbi hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në ligjëratat e fundit para Ramazanit, me kapitullin e haditheve të Imam Bukhariut në librin e tij El Adabul Mufrad, kemi ngel tek kapitulli shtëpive, ku na ka treguar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se njeriu duhet të ndërton shtëpi, por nuk duhet ta tepron dhe nuk duhet të garon në ngjitjen e ngrehinave të larta apo ndërtimin e pallateve të larta. Dhe kemi përmendur këto hadithe që përmendëm në ligjëratat e fundit. Vazhdon Imam Bukhariu dhe thot, pas kapitullit të shtëpive, thot babu ar-rifqi. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nga Imam Bukhariu, nga Aisha radhiyallahu an, bashorte e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot dakhala rahtun min al-yahud. Thot Aisha radhiyallahu anha, bashortja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot një ditë për ditëve erdhën disa jehudi, dhe vini re këta mos harroni, disa jehudi, për treguar pastaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se sa ka qenë i kujdesshëm që të tregon se prej shariatit të tij është sjellja e mirë, është sjellja e butë. Ma dhe ta shohim një varg hadithesh, dhe ta sjellim Imam Bukhariu se sjellja e butë dhe rifqi ka disa kuptime. Rifq është edhe të qenurit i matur, rifq është edhe të qenurit i përmbajtur, rifq është edhe të trajtuarit të tjetrit me butësi. Për këtë arsye tregon Aisha radhiyallahu anha se një ditë për ditëve ka reaguar jo çish duhet, jo çish na mëson neve feja, po normal se ka reaguar nga xhelozia për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Mirë, po kjo xhelozi ka qenë arsyetuar me shariat, nuk ka qenë arsyetuar me shariat. Thot Aisha radhiyallahu anha, thot hynën disa jehudi, apo kaluan disa jehudi pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe than: "Assalamu alaykum." Assalamu alaikum është dallimi mes një lamit dhe mungesës së një shkronje, ku bën dallimin mes vdekjes edhe paqes, mes vdekjes edhe mbrojtjes. Selam me lam është siguri, mbrojtje, që themi assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Këta çfarë kanë thënë? Kanë thënë assalamu alaikum, me ka hek lamin. Kur të hekësh lamin, çfarë i bie? I bie vditsh, u shkatrofsh, e kështu me radhë. Thot Aisha radhiyallahu anha, dhe këta njerëz jehudit thanë u shkatrofshi, pra vditshi. Mirë, për e kanë thonë si shpejt më të mirët vetë, se shiko, salamu alejk, smirët vesh, se vesh të shrujnë dallon. Atëre, thot Aisha radhiyallahu anha, fe fehimtuha, thot mirë, po unë e kuptova që ka thanë, e kuptova se kjo fjalë nuk është
për paqe dhe për mbrojtje dhe për siguri. Po për çfarë është? Është për shkatërrim. Pra sigur ata i kanë thënë, ti kujtosin ai na të thon selam, ama apo ta gjujna shkatërimin. Atëherë thot Aisha, fa qultu alaykumus samu wal la'na. U shkatërofshi ju, edhe la'neti Allahi qoftë mbi juve. Pra ka reague Aisha radiallahu anha, mirë por nuk ka reague siç e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ne do të vijmë vëzër për mësimeve se ne edhe në detalin më të vogël duhet të reagojmë me mësimet e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Qoftë edhe nëse ajo është Aisha radiallahu anha, andaj nuk e ka medatue. Megjithëse Aisha është faqih, është dietare, është mësuese e ummetit në shumë prej veprave. Megjithatë, kur tjetë aty pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai e prat këtë mesele, ai e miraton meselen. Çka i tha Aisha? Tha jo, vdiqshi ju dhe u mallkofshi, se unë e nita çka that. E nita çfarë that? Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, qalet fa qala rasulullah alayhi salatu wasalam, mahlan ya Aisha. I ka thënë pejgamberi sa Aishës, nalu, ka dalë Aisha. Prit, nuk reagohet me njerë kështu. Na du të me di që shme reague. Ne pavarësisht çka të provokon, pavarësisht nga cmimit të ignorantëve, pavarësisht të provokimit të provokatorëve, ne kemi islam, ne kemi din, kemi iman, kemi Kur'an. Ne du të me reague që shtë në mëson Zoti, jo që shdo ignoranti. Ne nuk ban me reague që shka qef krimineli edhe rrugaci, jo, zban me ra në standardet e ti. Se në momentin që ti bije në standardin e rrugacit, rrugaci rrugën e di më mirë. Nëse ti do me luftu me rrugacin, edhe me ignorantin, edhe me kriminelin, me standardet e lojës së ti, a i të mund. A i di pse të mund? Sa i më mirë e di sokakin. Për me e mujtë ata, qka dush me ba? Mi thonë, jo, unë e s'luj këtë stadion, unë e hip një naltë që standardet larta. Hajde me Kur'an, hajde me hadith, hajde atjet të parimet e larta, hajde të standardet e mdoja. Ati ku zguzon me thonë asë një harf, pa të leju Allah, që aty ja me selja me fitu luftën. Sa i përket soka, kush kanë e shalë ma shumë, kush kanë e ofendon ma shumë, normal se ata që janë rrugaqë dhe kriminella, ata e din ma mirë lojën. Andaj shiko që ka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Aisha, nalu, se sa i përket me të keq, këto din ma keq. Këto janë jehudi, këto janë njerëz që e njohin sokakin, e njohin rrugën. Andaj tha mehlen ja Aisha, nalu ja Aisha. Andaj dhe na plot për muslimet dhe nalu mos bjerë provokimin e ignorantit, mos bjerë provokimin e ati i cili donë me të provokue me rrugaqëri, mos bjerë. Ka islam, të kalzan Allahu që ish me trajtu edhe ignorantin. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, mehlen ja Aisha, ka dale o Aisha, inna Allah yuhibbu rrifqa. Shiko, minjarë standardet nal Allahu, na me Allah e lidha këtë mund. Inna Allah yuhibbu rrifqa, Allahu e don butësin. Ka në ka karshi jehudien, ani Allahu e do butësin, Allahu e do trajtimin me maturi, Allahu e do maturien dhe përmbajtjen dhe besimtari. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna Allah yuhibbu rrifqa fil amri kullihi. Allahu e do butësien, shiko dhe çfarë ka thonë, pa përjashtim. Krejt punë çka të ekzistojnë, Allah e do butësien aty. Nuk do Allah i vrazhdësinë dhe ashpërsinë dhe agresorinë dhe dhunën në asnjë punë. Nëse kishte qenë në dhunën në diçka, Allah i ne kishte leju dhunën në fe. E kishte leju dhunën në fe. A ka më mirë se ti kanë me bë musliman? A ka më mirë se çikaç? Jo. A ka më mirë se sa me shti njëri me fal namaz? S'ka më mirë. Ama Allahu ja thot la ikrahe fid din. S'ka me zor me hin fe, s'ka dhunë në fe. Kush do me hilet hije për qefi, kush do me hilet hije me vullnetin e ti, me vullnetin e lirë dhe dëshirën e lirë të tina. Pra nëse ka diçka që ke ekzistu logjik apo mirësi që na e lejon neve me përdor dhunën, i shkon feja. Shtin e me zor në islam, shtin e me zor mu falë. Allah dhët jo, la ikrahe fid din. Jo, s'ka dhunë në fe. A me qep shkon, sa nuk pranohet ashtu. Për këtë arsye ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna Allah yuhibbu rrifqa fil amri kullihi. Allahu e do butësinë në të gjitha punët. Vetëm ignorant mendojnë se ashpërsia dhe vrazhdësia dhe brutaliteti i zgjidhin problemet.
Po ai mu kanë me brutalitet, mi zgjidh problemet, e rrej vetën, i mshon vetës, sillet ashpër me vetën, por jo, s'ka njeri që nuk ka i vetë sa i but me vetën. Për këtë arsye, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, Allahu e do maturin, rifkuna me shkel but, ka dale, ka do shkel ka dale, shkel prek e ka dale, sikur mjeku, ka dale e prek varën, që me provue sa ka nevoj me mjekue. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, Allahu e do butësin në të gjitha çështjet. Kultu, ja Rasulullah, Aisha ka reagu, ja Rasulullah, awalam tasma' ma qalu. Pra sikur ka dash me arsjetu vetë ka thonë, ja Rasulullah, po tja nuk i nitet çka thana, a nuk i dëgjove çish than mallkimi dhe vdekja qofshin mbi juve? Çish me të mallkuaj ti, ja Rasulullah? Çish me na i gjujt neve ata mallkimin kur ti je i dërguar i Allahut? Pra pejgamberi sa me kishte një edhe aj, ama nuk tha ashtu. Tha pejgamberi alayhis salatu wasalam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala kult wa alaykum. Thot pejgamberi sa, e unë çka ju thash o Aisha? Po unë ja ktheva, ama unë nuk ja ktheva çish ka qef ignoranti. Unë nuk ja kthej me sokak, unë nuk ja kthej me rrugaçëri. Unë jam pejgamber, unë nuk flas me gjuhën jehudie, unë nuk flas me gjuhën e krimit, unë flas me gjuhën pejgamberike. Unë jam pejgamber, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dhe ne nuk të kemi dërguar as por rahmet për botnat. A shka thash unë? Shiko çka i tha Aisha, çka than ata? Kanë janë njerëzit më shumë e kanë veshin, a e pove çka tha ai? Po ti e pove ai çka tha? Po ti e pove marrën fe çka tha? Ai na ki shoh hoxho, po ti a ki pove në Kur'an çka shkruan? Ma interesant i duket ignoranti që shahat, ignoranti që sillet me ignorancë sa hadithi. A e dëgjove o që ka shkrujt? A e nite që këshin thonë? Po tja e nite Kurani që ka thonë? Jo se dite. Po tja jeti s'pedi atë pedi. Cëla ma interesant? Cëla ma interesant? Cëla ma me rëndësi për neve? Sa njeri thot, a e ki po atë, a e ki po ketë? Po tja ki po be Kuranin. Tja ki dëgju Kuranin. Qëna lodhin neve njerëzit kryen, ka thonë filani, ka shkujt Allani. Po 4 milion shkrime në ditë mi shkujt dikush nuk janë interesant me një ajet, me një hadith për nga mberit alayhi salatu wassalam. Shiko që ka i tha, Aisha tha, ja Rasulullah, po ato na shajtën, po na ofendun. Që ka i tha për nësam, e une që thash, pa i të mni muë. Ti me nëse me mni muë, pe njën ata, unë i njëta ata, po ti dëgjo muë. Shiko, feja, dëgjoj e për nga mberit sallam, leja, hajnet mirët me rrugaçëri, rrugaçi ti përket mu marë me rrugaçëri, kriminalit me kriminalitet. A ka mundësi kriminali mu bëhe i devotshëm? A ka mundësi rrugaçi na me pitime morë mësim për fe? Tebben, atë s'ka fe. Si tjetë rrugaçi që na kalzon neve çka feja, atër s'kena fe, kena u fe. Allahu gjelluara nuk e len fe në Allah në dur të rrugaçve, dur të kriminelve, kur se le. Ata së ti kanë dur të përlime, me mëkate, me gjunahe, me shkatrimin e njerëzve. Allah i se le fejnë të qaj. Sa atër Allah po do ti me qitë pi fe, jo me të ngrej. Kur Allah dënë me e ba fejnë e vetë të pranume, që ka ban? I qonë ata bartësit e fejës të pranume, që me mujtë feja mu pranue. Kur ti a jep një gotë uj dikujt për me pije, a jazgjet pa gotën i alan mirë, apo? E kristalizon mirë, e pastron mirë, që edhe uj që ka të pije, tjeti mirë. Uj sa dush mu ka një mirë mrena, ti mi a gju me një gotë, prisht, thime, ketë spira, që ka të njeri, o uja shumë i mirë, heke be uja këtë gota këtë spira. Nuk pim uj në gotat me spira, me ditë se ashtë uj zemzemi. Pastroje një erë gotën, pastroma gotën. Apo, sa uj del pi burimit i mirë, ama kanali e prish, dërsa të mritet qeshma jote, ajo ven kitë me zalë. Për këtë asyje që ka i tha për nga me sëram, kër i tha Aisha, ja Rasulullah, a i nite që ka thanë, që ka i tha për nga me sëram, që kjo mesazhi i islamit të malë të ndëruar që më të li. Tha, për nga me sëram, këtë kultu, e unë që ka thash? Neve du të me nga interesu që ka thot Allahu, që ka thot për nga me sëram, jo që ka thënë ata, që ka shkruj njerëzit, që ka komentoj njerëzit, ka kanë vakt ata me hu pa lidhje, si nuk i za gjumi, e s'kan pun ma të meqme, zbana me lodh krije me ata, lodh dhe krije me fejën tane, lodh dhe shpirtin tanë duke hulumtu për Kur'an, duke hulumtu për fe. Kultu wa alejkum, e i ka thanë, o Aisha, une e kryta punën, ju thash wa alejkum. Qka do që kanë pas për qëllim, unë i thash edhe juve,
edhe juve. Ndërsa transmetim tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e muem pranohet, aty në jo. Çiko? Ka thënë jehudia, o Muhammed, vdiç, u shkatrofsh. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë wa aleikum. Ama ata kur e kanë formulu fjalën, e kanë lanë mu kuptu kishe, selami qoftë mbi tyje. Ama ka thënë selamu ngat. Ata çfarë ka bëu pejgamberi alayhis salam? Ka thënë wa aleikum edhe juve. Ka thënë alayhis salam, o Jajshe, ai pranohet atina? Jo. E mua më pranohet? Po. O çfarë ki galet? Unë e bona dua edhe ai. Cili ti pranohet? Kur të bani devotshmi dua edhe kur të ban kriminali, cili pranohet? Cili ti pranohet? Dhe kriminali do të kime e pa ditën e gjykimit, kime e pa, po ti kriminal bëre, ti rrugaçi je, s'pranohet. Sa njerëz padrejtisht bëjnë dua kundër dikujt, pranohet dhe nuk pranohet. Inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah thot në surën Maide, Allah i duajin ja pranon veç të devotshmit. Veç ati i cili i pastër, i ka durët e pastërta, ai i cili ka durët e përlime, ai mund gjithë ditë me bëu dua, po si pranohet atina? Nuk i pranohet. Andaj çka tha alayhis salam, tha une kur bëj dua mbahet kabul. E ai kur bën dua si bëhet kabul. A ka më mirë se çkaç? A në mos jap zoro Jajshe, mos e shaj. Le. Hajnë të mallkoje sa doje. Unë nuk mallkoj. Kjo është butësia të cilën e ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe maturia ka dalë. Ka dalë me ignorant ka dalë. Me rrugaç ka dalë. Pastaj tregon Imam Buhariu nga Xheriri ibn Abdullah radhiyallahu an, thot se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadith, "Men yuhram ar-rifq, yuhram al-khair." Ka thënë alayhi salatu wassalam, ai i cili i mirët butësia, ja ka morë Allah i këtë khairin. Hadith tjetër, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Men u'tiya hadhahu min ar-rifq, faqad u'tiya hadhahu min al-khair, wa man hurima hadhahu min ar-rifq, faqad hurima hadhahu min al-khair." Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kujt i jepët, pra kujt Allahu ja jep hisën e tij prej maturisë dhe butësisë dhe qetësisë, ja ka dhënë Allahu hisën prej khairit. Allah na dhash piksa ya rabbal alamin. Pastaj ka thënë alayhi salatu wassalam, kujt Allahu ja merr, ja bën haram butësinë. Ka njerëz Allah e ka bën haram butësinë. Ti kur butësën sillesh? Ti butësia dhe ti kur zbani bashk. Shiko, ka thënë alayhi salatu wassalam, kujt Allah ja bën haram butësinë, këtë khairin ja ka bën haram. Pse? Kanë thënë dietarë që ka përmendë Ibn Qayyim el-Jauziye, sepse të gjitha veprat e mira, motor e kanë butësinë. Ka dalë ma të mirë butësinë. Apo, anë do vim hadithi tjetër, i cili na tregon neve se njerëzit mas lehti që kalojnë ditën e kiametit janë njerëzit më të lehtë dhe të butë në dunjë. Çish i kanë lehtë në dunjë, kalon në ahiret. Iran dunjë, Iran ahiret. S'ka mundësi me ndryshuar. Andaj shiko, nuk ka dikush që Allahu i ka dhënë butësi veç Allah i ka dhënë khair. Shikone khairin, krejt njerëzit e dojnë njërin e butë. A njërin e egër, as babën e vetë me pas të egër se do. Shire thot, babë kam, edhe nane kam, se do, e egër. Jo veç kaq, pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, Allahu gjellore ja ka regjistru në Kur'an, që e lexojmë deri ditë kiametit. Çka i thot Allahu gjellore? Walau kunte faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. O Muhammed, duke qenë i dërguar i Allahut, me boti mu kanë i vrasht edhe i ashpër, krejt njerëzit ikin pitije. Dhe vini re këtu njerëzit bojnë shumë dallavera në këtë status të ashpërsis dhe butësis. Shumë njeri i ashpër edhe i egër. Dhe njerëzit largohen prej egërsisë të ti, aj në vend se me thonë njerëzit ikin për karakterit tem të keq, çka thot, o feja në rane kam, unë shumë hake kam, e po ikin, jo. Muhammed a.s. koka e kësaj feje, ama kejt e dojnë. A ka njerin dunja që nuk e do Muhammed Mustafa a.s. Pse e dojnë kejt? So i but, o i mirë. Qka mund është me gjithë të Muhammed a.s. Andaj, ashpërsien tane, egërsien tane, mos e mlo me fejë. Njërës e dojnë fejën, e dojnë Kur'anin, e dojnë hadithin, s'ta dojnë karakterin. E kur ti s'ta dojnë karakterin, mos kujto se në du të dojnë fejën. Islamin e dojnë krejt, s'ta dojnë karakterin, daje këtë muhabet. Ka mundësi ti me vesh një këmish të mirë, po njërës e dojnë që që ka e ka vesh, ka bime ka, so këmisha këtina. Njërës e dojnë atë këmish, po jo ti me vesh, a dojnë me vesh a qka i përket.
Për këtë arsye, shiko Allahu që i thot pejgamberit alayhis salam, o Muhammed, ti duke qenë i dërguar, ti i vrajsh më kanë kur kush do. Pejgamber, kur kush do, krejt largon. Madje shiko që ka shpreh Allahu, lëm vallu, shka përderdhën, ikin larg teje, ikin larg, sepse njerëzit nuk e dojnë ashpërsien, nuk e dojnë vrazhdësien. Andaj ka thënë alayhi salatu wassalam, kujt Allahu i jep butësia ka dhënë këtë hajrin, e kujt ja merr, ja ka marr hajrin. Vini re njëri që Allah ja ka marr butësien. Njëri vrazhd, njëri ashpër, njëri s'di me komuniku, njëri cili vazhdimisht kyr me bo fesad, me usil ashpër, me usil me brutalitet. Kush e do ata? Wallahi që thot Imam Dhahabiu, edhe shpirti ti janë zorbitina, edhe trupi ti janë zorbitina, ti karakterit tina, gryja vet janë zorbitina, fëmijët vet janë zorbitina. Pse? Nga karakteri i keq. E lërë mo njerëzit janë më larg. Për këtë arsye, krejt hajri o mbutësi, sepse krejt butësia i është dhënë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, e është njëri më i mirë. Gjithashtu ka ardhur hadithi që ka nxjerrë Imam Buhariu në Adabul Mufrad të tjerë nga dietarët e muslimanëve, ka thënë alayhi salatu wassalam, athqalu shay'in fi mizan al-mu'mini yawm al-qiyamah. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, gjëja që më shumë ti e randon peshorën e besimtarit ditën e Kiametit, cila të ndëruar xhamatli, ne e patëm një muaj agjërim, Allah e bëf kabul për neve, një muaj taravi, një muaj Kur'an. Apo, ki kursi u kry, stërvitja u kry, tani, qysh me dit na ka bo kabul. E kemi përmenë në disa mënyra të testimit të vetvetes. Njëra prej tërë është edhe kjo, ndryshimi i karakterit, ndryshimi moralit tanë, ndryshimi i natyrës tane, nënshtrimi i karakterit tanë dhe islamit. Kur karakteri jo thot thuj po, edhe islami thot jo, ti thuj jo, edhe i thu nefsitat nalu, se këtu ka thonë jo Allahu gjelola. Po ti të vjen me anu për një anë, o me islami të anon ka tjetër anë, dhe ti e nal vetën të anë, kënajra. Apo, ty t'jep epshi jot dritë jeshile, teka jo të t'jep dritë jeshile, a me islami të kanu të kuqe, ti thunë nalu. Apo, a keni ba disa e shojnë të kuqe në komunikacion, a këne ban presion, hajde ma shpet. Po që mi bona, hajde ba që e kuqe. Apo, ka lëlloj të veqelin komunikacion, ju ban presion njërzve e kuqe, u kujtë shkuhe, ka dale, na ketin e du dash me hec. Qështu adhe në islam të ndërruar që më rli, a i thot hec, po ku me hec, hajde ba që e kuqe. A i di se s'lejot me a thonë, a i di se s'lejot musil qashtu. Po thuja, po tja i e mirë, a i di shka do më thonë islam, më nështru, zban me a thonë, s'lejot me a thonë. A njëse i kanë përzi këtë muhabetet, e ka se di shka Allah, se di shka pejgamber, se di shka hoq, se di shka fos, o e këtë rapshiko, këtë njësoj. Dhe kjo rrugaqëri më tentojnë disa njës me na e bon neve fe. Rrugaqërien sokak lëkin sokak, ama feja me ditë e lartë, feja ka regullat të vete, së në vendim e në kalzu neve këtu regullat të sokakit në imponojsh neve si fe. Për këtë arsye, gjëja që argumenton për Ramazanin tanë cila ndryshimi karakterit, qandru, a u banën tjerë, apo valvesh ka përcej muaj mars, ka dalim me të ka përci marsi edhe Ramazani. Do e kanë ka përci pin mars, kanë kalu në prill, apo e do kanë kalu pin Ramazan sheval. Ka dalim, me kalu pin mars edhe në prill, ketë kalojnë, ish pa dashën tane. A me kalu pin Ramazan sheval, ka tjetër, se ndryshon njëri ju, po të ka magjeru 30 ditë. S'moj më silë që shdu une, nuk kam mundësi unë më ragu që shdu une, po ka fe, ka regula. Kjo dini Allahu gjele gjelalu. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, gjëja që mos shumti e rëndon peshorën e besimtarit ditën e Kiametit, cila të ndërrojë më të li. Zakonisht kësi raste pritet namazi, agjërimi, zeqati, haji, jo. Ka thënë alayhi salatu wassalam, husnul khuluq, sjellja e mirë, butësia e ranon peshorën ditën e Kiametit. Jesil këtu let, Allah e thot ranoja peshorën. A di pse, sa e ka shtip vetën për musil let, a e ka gri vetën për musil mirë. Sa Allahfin ka pas me a thonë dikujt, ka thonë leje mësë, ja thonë leje mësë. E ka hangër në vetë veti, e ka plujt vetë veti, se ka thonë atina, ajo ranon ditë Kiameti. Që që ka ranu vetë vetën për musil mirë, Allahu gjatë ditë Kiameti ja ranon peshorën. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa inna Allaha la yubghidu al-fahisha al-badhi. Dhe Allahu ta dini se e urren njërin i cili është gjuhlig edhe i poshtër. E urrejnë Allah.
Ka disa njerëzi çdo ditë në fjalë kanë sharje, ofendim, fjalë të rënda, e urrejnë Allahu xhel xhelalu. Dhe më e keqja se ka që është kur gjuhën e keqe, kur gjuhën e lig mundohet dikush me arsyetu me mbrojtje të fejes. Një ditë për ditëve nitin Imam Maliku një njëri të usha, sikur që ka plot për rrugazhve që na i shohim të ushana për komente, na për Facebooka, të isha xhallartë, imamët e muslimantë, krejt njerëzit të ushajnë ata. Në emër të Allahut dhe të pejgamberit sa niti Imam Maliku shtu një njëri. Ta nalu po, nalu. Çka i duhet me tha Allahut e pensam kjo gjuhë. Po dhe jam të eni mu Allah, si duhet me tha Allahut kjo. Nuk i duhet be Allahut fjala e ligë e jotja. E shamja e gjuhës, shka i duhet be Allahut e pejgamberit alayhis salam. A me të shamën tane ka me fitu feja, a me rrugaqërin teme dhe tane ka me fitu feja. Nëse s'ki mundësi me butësi dhe ilm dhe karakter dhe drejtësi me fitu me këtë fe, a me rrugaqëri kina me fitua, a me poshtësi kina me fitua. Nuk fitohet pas me besnikri, pas që shka fitu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Andaj dhe Malikun nalu, nuk i duhet Allahut kjo. Nuk i duhet, ka mujt Allah me na zbrit një sure, me na mësu që ish musha. Qire, kur t'ju thojnë ato kështu, ju qështu, na kish zbrit sure, që ku e kije? Edhe, na kish bo profesionistan ta. Se Kurani kur ta mëson një sen, të ban mjeshtër. Kurani kur ta ngjit një karakter, të ban mjeshtër. Mi paskan me të shame, na kish ne ki mësuaj, në mësona edhe na mësoni i grami qështu. Po jo, nuk na, një herë ka sha, agja i pejgamberit alayhis salam, pejgamberin alayhis salam, nipin e vet, ama i Rasulullah i ka thonë tabban laka wa lisaira al-yawm. Ka thonë dur të thafshin o Muhammed. Kush i ka thonë? Miqja i vet. Dur të thafshin. A o let mi thonë si cëllit dur të thafshin? Ajo, a gjuhën dush me ndridh pak, nale pak se si ki kit dosta. A shime pak atë gjuhë se si ki kit, nuk janë kit ato e vlat të tu dhe rop të tu. Nale pak gjuhën, dha tabban lak. E ti në Kur'an që lexon? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Malkuar qofte Ebu Lehebi, aj më tash u malkua. Hajt heke. Migje ka pas, ama kur e ka shlu gjuhën, ja ka volos Kur'ani malkimin dhe ditë kiametit. Andaj runi këtë gjuha, se na malkon Zoti i Madh xhelle xhelalu. Andaj butësia, maturia, përmbajtja, frenimi vetvetes janë pjesë domosdoshme të fesë Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye tha pejgamberi alayhis salam, Allahu e urren fjalligin dhe ati i cili o i poshtër. Dhe e fundit që ka përmend Imam Buhariu në këtë kapitull, cila thot vini dhe këti hadithi. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aqilu dhawil hayati atharatihim. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, atyre që kanë pozit në shoqëri, atyre që kanë status shoqëri, aqilu alehim. Ka përcaja uni gabimet, mos u kapni për vjekzat gabimeve. Shiko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si na mëson. Atyre të cilët kanë pozit shoqëri, kanë dhënë dietarë, kush është pozit? Ka thënë ai i cili ka nam, hoxha, dietari, afozi, mësuesi, prindi, në njëri që e themi ne esnaf, është haxhi, e këshir punën e vet, ka punu me halal, e ka drejtu shtëpinë e vet, e njëri ka pozit shoqëri, kur fol me maturit. Këti njërit nëse do dhani gabim me bë, do një shlim me bë, ka thënë alisam aqilu, ka përcaje, mos u kap për ta, se sa i ka nam, ka një pozit, zban mi a shkel. Sepse kur ti shkelën pozitat, atyre që kanë pozita shoqëri, atëre e marrin rolin këta që s'kanë pozita dhe përmbysë shoqëria. Apo, nëse ti e merr në njëri të ligë edhe vendos nalt, çka ndodh kiameti? Ka thënë pejgamberi alayhis salam, nuk bëhet kiameti derisa të rrotullohen shumë prej gjërave. E para pitëne, ilmi bëhet jahel, jahli bëhet ilm. Njerëzit ilmin e quajnë jahel, jahelin e quajnë ilm. Apo, tjetra ka thënë alayhis salam, nuk bëhet kiameti derisa një njeri i poshtër, një njeri pa dije fol në mend këtëve. Ti i gjen blot për njerëzve, fol në mend këtëve. Çishtu thot feja, çishtu duhet. Kush jeti jo ndërum? Kush jeti? A duhet me pas kujdes. Ka njerëz që flasin për këtë punë, ka njerëz kompetent që e bëjnë këtë punë. Andaj nuk bëhet kiameti pa u përmbys gjërat. Shikoj çka thot alayhis salam, për ta ruajtur shoqërinë, për ta ruajtur ummetin, çfarë duhet me bë? Aqilu dhawil hayati atharatihim.
gabimet të cilët gjenden të njerëzit me status, me pozitë në shoqëri. Aqilu alejhim, faljo, ka përcaje. Për këtë arsye shiko, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur gjendet një sahabi me status, gabonte, çfarë bante? E pezullonte, sa i ka pozit. Për shembull, o rok një herë Omer Khattabi me Ebu Bekrin. Dhe pas fërkimit dhe grindjes, Omeri kërkon falje. Mirë po tani, shiko, Omeri ka pozit, ama Ebu Bekri ka pozita mbi pozitat. Aja, baza e pozitave mas pejgamberit alayhi salatu wasalam. Për të rujt pejgamberin ton, Ebu Bekri Sidikun, milja çfarë ka thënë? Mos u ngusni me Ebu Bekrin. Kaq. Ka thënë dietar pse? Sepse po u toleru Ebu Bekri. Çka bëhet? Kur të gabohet diku tjetër, çka thonë njerëzit me pozit më pak? Ai Ebu Bekri çka si thanë e këtina. Kur e ka pa me nësëm që kjo vrim po u qel, atërë nuk ka monalje. Apo? Nuk ka monalje. Për shembull dhe zërë, nëse ti për shembull çdo gabim që ka e ban prindi jo, ti reagon me njerë, po ka daleve, o shujbe, reagon si mos më kona e prindi. Ai çka të shep janë, çka thot, a e ka baba që e ka? Kur ti e shkel statusin që aty, që tërkon? Apo? Një njeri neutral pia, çka thot, o ti, kur ki e shkel ka babën e vetë, ma larkë pak, apo, kur ki nuk pas ka frenim të prindi i ti, që është statusi i natyrshëm biologjik që ja ka dhënë Allahu xhelel mbi ta, po para mënohat që ka s'ka status mbi ta. Për këtë arsye pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka mësuar muslimanët që ta përdorin butësinë tek njerëzit me status, tek njerëzit me privilegj, ka dalë ka pozit. Nuk ka mini harti me mor turp, mos marr rrugim. Keni bërë disa njerëz miliard mor rrugim. A do të mua nuk më intereson kush është ky? E kush je ti mos më të interesu kush është ky? Hajde pikana erdhe ti neve me na kallzu. A do të nëse marr parasysh, a dietara, a hoxha, afës. Ka dale. Kush ta dha ti këtë drejt? Kush shfrenoi ti ndër këtë nivel? Kush ta prishi ti natyrën? Kallzo kush ta prishi natyrën? Se nuk ka normale kjo. Për këtë arsye pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk kishte dikun që prishej statusi i dikujt për gjithë vetë kanal. Ka përcaje se ki ka status në shoqëri. Me bo me ra statusi i këtina, statuset e tjerëve krejt janë të lidhë për këtë. Të ndëruar që më të li vetëm shkurt. Me ra statusi pejgamberit alayhis salatu wassalam, për të cilin Allahu që ka thënë wa rafa'na laka dhikrak. Ne kemi qunë hava lart peshën tane. A që të rezani? Eshhedu enne Muhammeden Rasulullah. Me ra statusi që tina, a jetë ti mo dikush as jetë? A jetë ti dikush mo? Pa e di se ku të bera i status mo, ti probleme ke i me ka du se i insan mo, harroje. E tash, statuset janë një mas një. Kur të bere i dërguar i Allahot, bjen dietari, bjen hoxha, ti as për insan nuk jetë mo, se s'ka kush me kalzu që i insan. Kush ka me kalzu? Kush ka me kalzu? Me ardi kush me thonë, na po menojmë që si e insan. Kush kalzon që je? Ti bërtit sa dush, s'ki kuvet, s'ki kudret. Allahu e runë shoqërien me ruajtjen e statusve të njerëzve. E runë statusin e pejgamberit alayhis salatu, e runë statusin e dietarëve, e runë statusin e xhallarëve, e hafızlarëve, për ta ruajt edhe statusin tan. Për ta lexuar ti ala në Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu, duhet ti me respektu atë çka e ka mbrojtje ta. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu, pi madhnimit Allahit ta me madhnu hafızin. Pse? Po ti Ramazanin pi ku e more? Po sa gjetet ti në tez ga jetin. Jo, e more pi hafızit. Po madhrimi hafızit ta pi madhrimit Allah. Sepse ti pi qati e mësove që ka Ramazan, pi qati e mësove që ka gjuma, që ka pezvak, që ka zeqat, që ka haq. Pra kur ti e shkel që ta, ti ke tjera ti shkel edhe më mirë. Për këtë arsye, sjellja me maturi, sjellja me kujdes, sjellja me përmbajtje dhe frenim ka qenë sjellja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të na sjellën në Buhariu edhe një varg hadithësh të cilat argumentojnë për sjelljen e mirë të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilat kanë ditë edhe tek ummeti i tij. Lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhelat na stolis dhe të na zbukuron me sjellje të mira. Ta ban Allahu butsin karakterin ton, ta ban Allahu maturin karakterin ton, ta ban Allahu xhelat sunet të pejgamberit alaihi salatu wasalam që ne ta bëjmë pjesë të karakterit
shëndet tonë. Lusim Allahun xhelel xhelalu, që Allahu te bareke ve teala muslimanëve këtë që në botë Allahu të ndihmon, fukarave, skamnorëve, nevojtarëve, bonjakëve, jetimeve, të vejave, të gjithëve Allahu të jep nga rahmeti i vet edhe neve bashkë me ta. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.